Përpara ka ketë shumë vështirë. E tash jo, tona të mira ti kemi, alhamdulillah. Ma ndryshe tash, sa atëherë kem vujt, se kënë shumë vështirë. Jo burri vështirë, jo, kjo, po tash shumë mirë. Respektu shumë burrat, po. Shumë përpara, po tash pi respekton kërkush. Tash se bojnë asgjë burrin, po folin ma shumë. E burrat po guzojnë me folë, ç'është? Mirë tash burrat, janë këtë krejt ka gratë. Burrin duhet me nigu pak, se burri po duhet mu vetë ma shumë. Grata kanë hupë rrugën e Zotit. Shëndet, mirë ju kemi? Mirë, alhamdulillah. Po vjen mirë. Faleminderit. Am tregon, a kishe pas dëshirë më kthye edhe një herë kohën rinore, kur ke qenë më herë? Kisha pas qef, s'po bën. I kam bën 10 vjet. Sa vite i ke? 78. Mashallah, mirë dukesh shumë, shëndet. Faleminderit shumë. Për çka kishe dash me këtë kohën edhe një herë më herë? Ja, valla, s'u kish du vtiq. Pse? Pse, këm kalu shumë kohë, të mirë, jo mirë. A ke pas momente të vështira kur kohën më herë? Apo tash? Po, Ç'si ka qenë jeta atje? atje përpara ka ketë shumë vështirë. E tash jo, tona të mira ti kemi, alhamdulillah. A ka pas një famë liri më shumë në kohën kur keni qenë atëherë, apo tash është më ndryshe për një famë? Po, për një femën ma ndryshe tash, sa atëherë kem vujt, se kënë shumë vështirë. Jo burri vështirë, jo, kjo, po tash shumë mirë. Unë e përmende burri vështirë, o dhe që burrat më vështirë kanë qenë të kalume, no? Po, shumë. A i kene respektu ma shumë burrat se tash që po jo respektojnë? Po, i kem respektu shumë burrat, po. Shumë përpara, po tash pi respekton kërkush. Tash se bojnë asgjë burrin. Sa respektohen sot burrat shumë prej gratë? Pse s'po di, gratë po folin ma shumë. E burrat po guzojnë me folë, ç'është? Pas teje, a ka burra sot? Ka burra shumë sot, Veç mirë. ma pak se, Ma pak se, po, shumë. Shumë ma të mirë tash burrat, janë këtë krejt ka gratë. A ma mirë për juve është kjo, a? Po, ma mirë A shumë. dy sa të ka dëgju bashorti, kur ki qenë ma ere ty? Po, A me atëherë. do ti ma shumë a i ty të ka dëgju? Jo, unë nuk më dëgju ata ma shumë. Se konë koha që ashtu atëherë. E tash jo, tash po bojnë gratë që po dojnë. Shka ko me folë më tash. Po kështë naj me rokat, kam vetë njëtën tënde? Po, më kam jetë marak, më kam jetë. Se këm vujt për para shumë kem vujt, e tash po kalujmë shumë mirë. Këtë kuhen që tash shumë mirë. Cili marok të kam beti që ka njëtën tënde që s'ki mujtë më realizu sa ki qenë ere? Po, atëherë më kam jetë marak, se konë që kjo kohë, po tash ka ndryshu. Për shambull, atëherë s'keni mujtë me pi kafe që është dalin tash të rejat, ose mu taku me një shoqe? Po, atëherë mi dalë, si në katun ma, apo kështu me dalë me pi kafe kështu jo. S'ket dalë atëherë jo. Po kënë pak ma ndryshe. E tash mirë shumë. Që e kështë thonë një mesazh të rejave, gjithë vajzave grave? Kisha thonë kaloni mirë, e burra duhet me një gu burrin, e jo veç qatë thot gruja. E që kjo kisha folë për gra. Një gani, punoni, edhe burrin duhet me një gu pak, se burri po duhet mu vetë ma shumë. E që është. E që ka i pengon diçka të rejat? Të treja ta po dalin, po shëtitin, po shkojnë shka po dojnë, po bojnë shka po dojnë. Shumë keq. E për para nuk u konë kështu. Para u desh më këtë bashortit, edhe i keni marrë leje ndoshta edhe familjes? Po, du të me vetë burën ku po shkojmë, shka po bojmë, kur po dalim, kur s'po dalim, shumë. E tash jo, s'po vetën burra atis, veç gratë. Po dalin, po shëtitin, po pinë kafe, sen, qysh po dojnë, po bojnë. Edhe prap janë paknaq në gratë? Qysh? Prap paknaqura janë gratë? E grata kanë hupë rrugën e Zotit. E kanë hupë rrugën, po bojnë qka po dojnë. Atëherë s'kem guxoft më bo kështu, qka po bojnë tash gratë. Jeva konë koha që ashtu atëherë. Ndrume, unë të rëj më të mirat një ty,